atmosferat e Serbia nuk duket edhe aq e qetë nëse bëhet fjalë për trajnerin Dragan Stojkovic. Ky i fundit është vendosur shpesh në qendër të kritikave. Stojkovic është shprehur së fundmi se nuk e ndjen presionin që mundohet të krijohet, por më tepër fjalët e tij ishin tronditse, pasi në konferencë tha edhe se ndoshta ndonjë prej tyre do që të vijë humbja ndaj Shqipërisë. Nuk e ndjej presionin. Ju jeni ata që e ndjeni presionin, ju gazetarët, ekspertët dhe kritikët e përhershëm. Ndoshta një nga ju do të donte që Shqipëria të ramposhte, u shpreh Stojkovic në konferencën për shtyp. Trajneri i Serbisë edhe më parë është shprehur se analistët që mbështesin Shqipërinë. Media në Serbi nxorën në pa emrin e Rade Bogdanovic si një prej tyre. Më herët, trajneri deklaroi: "Nuk kemi çfarë të fshehim, publiku meriton të dijë për gjendjen e lojtarëve, lëndimet dhe ndryshimet në skuadër, jemi të përgatitur për sfidën, tani fokusi ynë janë dy ndeshjet e radhës, Shqipëria dhe Andora, duhet të ecën përpara dhe të marrim 3 pikë", deklaroi Stojkovic. Trajneri serb cilësoi takimin ndaj Shqipërisë si vendimtar për objektivin në kualifikim. Ndeshja me Shqipërinë është shumë e rëndësishme, hap rrugën drejt marsit të ardhshëm. Jam i bindur se kemi lojtarë dhe kapacitet për të fituar dhe për të siguruar një vend në play-off, u shpreh ai. Përballja Serbi-Shqipëri do të luhet në mbrëmjen e së shtunës në qytetin e Leskovacit, i cili u vendos pasi u anullua Beogradi, që ishte vendosur më parë për të zhvilluar këtë takim. Ky vendim u mor për arsye sigurie